Edi Rama përdori sot monologën e mashtrimeve të tij të zdjeles për sulmuar, kërcënuar, për çmuar 10 mijëra qytetarë që prej një jave protestojnë në protestat më të fuqishme kundër Edi Ramës, kërkojnë dorëheqjen e tij, kërkojnë anullimin e vendimeve të tij, të cilat janë një kërcënim madhor për mjedisin në Shqipëri dhe prishin përfundimisht klimën e investimeve në vend. Ai prapë përpoq të akuzoj fuqi të huaja, me li kujtoj kohrat e zeza të diktaturës kur e gjithë bota paraqitej kundër nesh, shpiku armiq imagjinar dhe përpoq të argumentoj luftën hibride kundër Shqipërisë. E vërteta është se këto protesta kanë në themel, parazgjithash dhe mbi të gjitha, veprimet me zero transparencë të Edi Ramës dhe qeverisë të tij në investimet në Zvernec. Them me zero transparencë sepse përveç shifrave, disa miliardësh investime, ai nuk mori përsipër kurrë të bëjë transparencën më të vogël për çështjen e pronësisë, për çështjen e mjedisit, për detyrimet që rrjedhin në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në përputhje me direktiven Natyra 2000 të Komisionit Evropian. Në monologun e tij nuk tha një fjalë të vetme, sepse Edi Rama firmosi lejen e zhvillimit në kundërshtim me ligjin, në prani të konflikteve gjyqësore midis palëve për pronën.